bi 23 vite unë si kom punu rrektari i Evropës. Ditë e natë, pasha Allahin, kur visha në shpepi pune, u met ke buka në dhëmë si u marrë ke gjumin krevet të punu. Ka 24 orë kena punu në shi, në dimën të lidhë hekar. Kur dilësha në Düsseldorf, kom gjetë shqiptar të flejt në për korrika. Edhe kom marrë shqiptar për rrugë sad, për durve të mija kanë daljen bo shef. E kom marrë për rrugë, kom marrë me fjetë s'ka pas ku, ta do shef si ja kom boletat me grue, me thmije, me krejt. Hitleri u konë të mërëna. Po në luftën e parë, është i përdorën nga Hitleri. Qëtu e kem një bunker si kem investu ko që shumë, 1,20 m e ka murin trash. Për luftë të i sigur? Po mirë se vinë, nashta inshallah nuk dhojnë ata raketa 5 milion me myti njeri. Që tje poshtë kem edhe një bunker është i parapam. Inshallah se po zote kur, po është i parapam. Një ushtar me nejt ato, 2 ushtar, një rrën këton, një rrën atan, shumë veni sigurt. Nuk besojnë komun drenitës, kush si jep pasuni ma shumë se na. Po krejt pasunin e kem me njërës. Halal e kem 100%, qëra gjamija tje poshtë. Me djallagje e kom dërtu, pejt të melin minare. 10 milioni euro vlera. Krejt kje vlen, vesh kje kullë që ka emnin e babës. Smajnë Arif i bishi. Pa i shkretin nuk ka mujtë. Këtë pasunime pas e ka zdek e ri. 88.000 euro kom investu që këtë ven e kom dërtu për nanën e pa shpjeti Rahmet. Kemi ardhur në Kilin të epërme tek zotëri Arif i Bishajt, realisht tek familja e tij, një prej mërgjimtarëve ndoshta më të suksesshëm në komunën e Skenderajt, për me vizitua dhe me pa investimet marramendse të cilat ai është duke i bë vazhdimisht në fshatin e lindjes së tij, në vendlindjen e tij. Zotëri Bish, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se na keni ardhur. Mirë se ju gjetëm në vendlindje. Po besoj që është shumë kënaqësi me prit për ty musafir në vendlindje. Po normal se musafiri vjen vetë mirat t'i bjen, se sa në të keqe për musafirit ki kur jo. Zbashku me ty çdo herë edhe nusja, do të pandashëm. Na jem të padam, edhe jem shok, edhe dyte njëri tjetrin e respektojmë pa mas. Si ke mu si jone këta. U bën përshtypje veshja, a vesh një çdo herë njëjtë kështu sikur sot apo veç ka qelluar? Vallai gjithë. Do me thonë shumicën e rasteve. Shumicën e rasteve do me thonë vetëm për shkojmë se veshën e bëjmë gjithë njëjtë. Si ke si jone. Interesant, edhe bashkimi interesant. Trokuje Drenicë rrallë herë kemi po. Vallai pa ka e nes, po bile kja nga ona Trokujes, nga vjen nusja, është një familje në Malësi Gjakovës, s'ka burra më të zëtë, janë shumë të mirë, edhe kja nga ona e nanës, ka edhe ata vllaznit hakle, si janë koni ka shumë nga ona e nanës i ka. E babës Syl Hasani, u konë në Malësi Gjakovës, se si burrin nuk ka pas, edhe s'ka me le kurma. Vjen mirë për një bashkim të tillë. A lëvizim pak në përshkëtim, një fali me investimet që na ti keni bëha, që jeni të i bëhë këto? Po, që tu ja kem nisë, po dhe qune, tash, po mbjem mu me thonë si ja kom nisë, tash në jam prindi i shpisë dhe, jam i zot i shpisë dhe, është ma beti se që tu, e kem bon një investim, sa që kom kry para një audite e kom kry këtu, tash që tu janë dikon 12 garajda, janë për qunin, e vasër vetëm për familje tina, për një grue djale që i ka. Kati dytë, sa qitet kja ploqa këto qitet, edhe kati dytë vjen dikon 600 metra katror i ka vetëm një banes. 600 metra katror e ka luksuzë, dhe me thonë është një investim shumë i madhë. Vërsa i ofër milion që? Vallaj, besaj si edhe shkon. A mbi milion? Po krejt dhe sa në barohet atje nalt, shkon ma shumë se nasi edhe si kem investu të Gjermania, se unë e kam investu edhe në Kosovë. I kom pas dikon një micopa krelli, i kom pas, dhe i kam nalt i kom pas nara, edhe i kom pas 800 topa dele. I
kom investu në për bjeshk, atje në Kaçanik, të Zjadin Luma. Edhe a i ka këshyr, e i kem da kinxhat bashkë. Do më thonë nuk o ka fitimi si kam fituar që në Gjermani, se kam fituar edhe në Kosovë. Do më thonë se... investime në të dy janë, edhe atje edhe... Jo kom dhënë shokëve një shansë të mirë, se edhe ata me fitu. Unë e kom fitu vetë, po për Zotin kanë fitu edhe ata, se do më thonë 800 copa dhanë, ato jenë konë dikon për 15 muj, jenë konë 1600 copa kinxha, flasëm për 400.000, flasëm gjys milioni euro vlerë. Kanë fitu dhe ata kanë fitu shumë. Pa ta një mua një farë burimit, shtu me tërvizë në bajrë, shumë shok mire kom pas, ja pa ta bleja 160.000 euro dikon dele. Ja pa ta dhonë, bile ka një vla, ka një farë kujtim zeken, nuk ka djallë më të mirë me tërvit. O shumë djallë, o shok i mirë. Do me thonë, krahas investimeve që i bënë për vete, ju mundohesh me ndihmu edhe tjerëve. Jo pak, po kom investu këtë shumë, se ta është pak me përmenu pak keq, po vetëm që të në mahallë teme, i kam 4 shtëpia një kache si o kom kry me paret mija. Ndim pa kur fare interesi. Thonë që kur jep edhe merë ma shumë. Po, kjo është 1/10. është 1/10 se kena investu, edhe se mu dhe shoqja jeme ka qenë si përmarsë në Gjermani, edhe ka pas salonin më shtrejtin në Evropë. E ka pas në Düsseldorf, e ka pas të Banhovi. Ka fitu edhe kje boll, po ka dhonë mundësin, edhe mi një mund njerëziv, si kja si one. Po sa kom pas mundësi, ju kom një mu. Ketë si kom bo kërkojna. The që këtu i ke lanë hapësirë për 12 garazha, për vetura. Po 12 garazha ka vend që të mu parkiru. Një shpi ka që madhe i dënë edhe një hapësirë ka që madhe për makina. Kjo shpia kënena, kjo shpia këtu, kjo pjesa peri ato ujtë si vjen, e deri të qyshi shpis ato, është bunker. Po, është bunker i shpis, ka 1,20 metër e ka murin figurit, edhe ka 20 cm e ka lloqen e betonit. Do me thonë e ka me 4 shtresa hekar, 4 maq. E ka 1 milion e ka, si e kena bo, po e kem bo për turshi, për ta na mos më prish, po mos e bo zoti edhe me ndodh. Edhe me ndodh diçka, është një sensi... është e sigur, do me thonë nuk mundet me u shkatru lek. Ja, veç me arë nëj bombe speciale, si vjen se për qëto që e gjurë me tenka me to, se qartë i gjumin. Se unë me ndërtim, po ne edhe vetë, që ta shpërë si për shemë që ke stuba doke që i ka 4 fije, ke i ka 12 fije. Do me thonë shifet ato vetë çfarë hekri përdorim në punime. Unë nuk shejpem punim. Se mos i ta maraj, ma nuk muna me shtime hekër ma shumë tepe. Po kështu, mas mirë ti pe bëj, po tash në Zotit nuk mundu mi ikë, po diçka ku të bëjsh, ja po në mirë, ja mëse po në heqë. Më doket që ka edhe marakli madhe i gurit, se përshoj që shumë punime me gurit. Unë e du gurin, se nashta shumita e njerëziv nuk e din. Po guri përballon ma shumë se betoni. Edhe çfarë do nxehtësie si vjen, guri nuk më në shkrin. Do me thonë, çfarë do nxehmje të vjen e granatime, guri nuk mundet me shkri. A betoni shkrihet. A guri, jo? E për shtaj du gurin. Edhe i bukur në shta. A për nërë gurin, a ke investu shumë gur që ku e ke gjetë në këtë... Po valla e kom blen, kështu në të klina, atjen e kom ble gurin Glareu. Glareu, po. Po për zotin, mbi 150.000 euro kom ble guri. 150.000, veç gur? Veç gur. Veç gur kom ble 150.000 euro. Maraku. Po tash edhe ku shkan tash edhe ke pjesa në albat me gur, veshat me gur krejt. Me gurit 8 veshat. Doj vesh, unë për vete e kom bo vetë, dikun një ka 20 cm ka muri i gurit i ka, edhe shpia është kejt kati i parë, është me 3 mure.
Po thuaj se këtë shtëpia bunker në një Po, familje. do me thonë është vetëm puna dritare, se shtëpia krejt e ka bunker e ka famë. The që do më shtëpia e djalit është 600 metër katror. Pse ka që madhe? Po, pe masien nuk ka dëm diçka, po me lënë pak të vëcër, tash na i kem motrat, i kem bijat, e ato kur të vinë, ato vinë me 5-6 fëmijë, edhe motra ka venin e vetë, tash do të atyne me menua për nipa, jo veç për vete. Edhe aty në mi o bo vendin, a? Po, që atje poshtë e kem edhe një bunker është. Edhe atje bunker? Po, bunker. Edhe me gulve duke. Është i parapom, inshallah se po zote kur, po është i parapom. Një ushtar me nejtë ato, 2 ushtar, një rrën këto, një rrën aton. Është i parapom, me mbrojt njeri pronën e vetë. Jo si bojmë kesh në ikun, se na jem vend tonin, po mëse po zoti me ardhë, mirë se vjen. A vazhdojmë, të shojmë pak bunkerin për jo? Po. 2 ushtarë, se këto, po më duket ato vrimat të fatë kanë. Po i kanë vrimat të më tërlezit, i kanë, është i bom, dhe me thonë që ta ka ploqen, veç tash që tu kam ja bo shkallët, ta djemë kanë me ba, është shumë veni sigurt, për automatike për këto sene që bëhat, është shumë i pam. Këtu mbromje këtu e kam një rejtare, si runë të shpia, me ra shihin këtu, po njerin e kam 24 orë. Me rujt? Po, si rrën roj, që i qunë i barë, si ke këtu rrën runë. Këtu i kem për traktora. Edhe këtu garaj, ha? Po, si kena bo për traktora, për këtu sene, për senet e shpis milion. Ta shpeshini vetë çfarë stubet betonit ka. Dhe me thonë është një sen i sigurit. S'po thojmë diçka, po deri në 8 shkallë tërmetit, besoj si 8-9 po. Po më intereson këtë të investime. Nusja që ka prit, a keni pos në i farë dilime, a me investu ka shumë në Kosovë, jo? Dhe të rega vetë kja. Ja, njëri ju ku ka mundësi me investu në vend lindje, është shumë më mirë se sa me investu jashtë. Dhe gjithmonë njëri ju për mirë mundohet, dhe investimet normal që tu gjithmonë janë më mirë. A ke pas dëshirë më u këthy në Kosovë? Në një vend të tretë për ty, realisht, pas Gjermanisë edhe të pojë? Une kur jam lidh me Arifi Bishin, i kom thamë kur shkejsh lidh dhe une jam e ty. E kënë bojë fjallën? A dhe në trupë jone? Perfekt. E poshtë atje një pajton dë vjetër edhe më boni për shtypje. Qa është historia ati, ku e ke mo? Kjo është pajton 176 vjetë, është i vjetër. E kom blet të kufini Hollandës, që atje kom marrë për një plakit 98 vjeqar ka qenë kur më ka shit. I ka pas 500 kuaj, dë vet i ka pas, për i ka pas kuaj të poni. Për thmije, për këtu e ka pas ata. Edhe e dyta, kur kam hinë restorantina, i ka pas 80 ushtarë oficira i ka pas në muri. Të luftës 2 botërore i ka pas. Edhe vetëm 5 soreta nuk ka qenë. Nuk kanë qenë ty në soreti i Hitlerit, nuk ka qenë, edhe nuk ka qenë këta si i vrajtën Nimberg, si i varën e mytë vetën, ata soretat e ty në ka qenë, nuk kanë qenë në muri, edhe mashitja i Gjermani, pronari, tani mas 1 ore, mos je pruna kamionin e mura, qika e tina, erdhë, më tha lema, 3 herë ma shtrajt të paguj se sa ke ble. Edhe i bërtit i babës veta, dini ku na konë këj i cilës, do konë se kjo është i marun Komblenz. Komblenz, që e fabriki ka bo vetëm 7 pajtona. Ato e ka ble një Kosovar i Mitrovicës, në Komblenz e ka ble atë fabriken me 2 pajtona edhe fabriken komplet. O është ideali i Mitrovicës, dikun që atje ka të Dortmundi, ka atë sallën e darsme se ka, si me ra si me ditë, si që ky
ka qenë kohën e dytë botërore që kanë përdorur për kual oficirat gjerman. Qysh e kom marrë vesh, ai ka pa thonë se dhe Hitleri u konë të mrena. Edhe Hitleri u konë mrena? Po mrena të 176 vjet i ka. Edhe pëse, më madhon dikush, s'po thëmë kur gjavash, më dhom pare me thesë nuk e jeki. Edhe të rënë qëto. Edhe të kalëzë bukuria ati në mrena qëfar... A vazhdoj me këshyrën? Po, këshyrëm. Po e kena bo qëtu si jem të punu. Po, dhjetë që në protest punimi. Se na gërbeqarët ku dhim këtu pa flija s'më i rrim. E ke voli asi për flija. Dhe dhjen këtë dhe të shikon, të kalëzën rregullimi tina. Po doke që është i marun për njerëzit nalë. nalë. Për njerëzit nalë. Ka qenë luftën e... Janë luftën e pare ka përdorë. Jo në falë, luftën e parë, jo në luftën e dytë. Po në luftën e parë, është i përdorën nga Hitleri. A din të kërkoj falje se në luftën e parë është. Po, së është i marrun luftën e parë. Vazhdoj? Vazhdojmë. Ka përna qëna për këtë shpi, se shpia a modës për dim ka... Po dalim me shku të bazenit tash me kësyrë? Vazhdojmë të bazenit. Përveç këti, ati edhe gjona tjera të vjetra, je marakli? Jem marakli, kam marrë me kam tana. Jem... A korrekt me mitën e kohës në Kosovë, ta shë po ke vendosë me u të krejtë në të? Për zotin, unë në Gjermani rrivesh 34, shkoj bëj menusën, shkoj bëjmë ka një kontrol të mjeki, që i kje mjek të në privat, edhe për e vim për Kosovë. Balken punu ma, unë e kam hjek shumë, fëmi kam dalë 15 vjetë, kam dalë, kam thy gurë me qekeq, për zotin kam punu, edhe për shtam kam jetë smuja gurit. Gurit, me dasë gurin. Këtë the se kam pasport temin, i kam 13 vjetë taj boks, që kom ashtru në Gjermani. Me hek stresin është? Pe hekum ka një stresin, se unë e kom mojt në diskotekën më të rëzëkshme në Gjermani, si u konë me rosë Gjermanë si e në konë, 13 vjetë e kom mojt. Sa kam qeni furt, e kom mojt, si e kom pa vetën si i bona 2 vjetë, edhe e kom lanë ma dhe si merë ma të sport ma. I furt për doke shala ho? Po, si pas vjetëve si i kam mira. Këtu për doke të bazeni? Po. Edhe në pomi a ndej prekozi legendar, ka si në pomë Po, për na prekozën i kem dojtë babës. I kam dojtë babës, i kam. Këtë bazen këtu e kom qumë në 5 metra në alësi. është edhe për dimen, edhe për verë. Henet nuk e kom kry dhejnë barem, po si vjetë që tash me emër Zotit ta krym. E është 1 metër e 14 është i fell. Këtu kejtë kje vlen, vesh kje kullë që ka emnin e babës. Kulla Smajl? Smajl Arifi Bishi. Unë e kom pas emnin e babës, babgjyshit e kom. E kam emnin e babgjyshit, edhe kom shkrujt ato emnin e babës. Pa i shkretin nuk ka mujt. Këtë pasonime pas e ka vdek e ri, 22 vjetë, ka mytë zemra, ka mytë. S'ka pas mundësi me pa, po. Ke qenë në gurbet kur ka vdek? Kam qenë në Trogir, në Kroaci kam qenë të punu. Me gjithë vllakin a qenë. Sa vështiru konë kur e ke morë vesh për vdekje? Po, për zotin, dek ka marrë të shpia, ka qenë shumë vështirë. Se këto drenita dhe të din fort mija, se këta kanë qenë 4 vllazni. I mera Arifi si kënohen kongë të Ermejës. E kam miqë. I mera Arifi me Shaqir Baranin, që ka qenë kryetar në komunën Skanderajt, mbi 50 shpi shkje, që kanë qenë kralica, gusat i kanë mytë shqiptarë që të në Skanderaj. Që kanë ardhë, ato në përmi Poljacë ku shkojnë ato në kralica, migja jam me dorë dhe vete, krejt të shkje i ka prezon për i Skanderajt. Si i ka hjek për këtë ujtë. U konë një cërnëkar që të në Skanderaj, çdo ditë i ka rrej ka 3 shqiptarë. I ka rrej ka 3 në ditje.
kafet pensionerët. Nëse keni ndaj migja dikonin kohën e mëshme, këtu në komunë Skënderajt e din tonë. Migja jam ka orë për Gjermania, edhe ka rejtë qëtu, edhe ka përzon për Skënderajt. Edhe për këtu ujtë ka shku në Gjermani, Rifat Jashari, sot është gjallë. Migja jam ka shku, ja ka rejtë 3 shkje si ka pas një banes për mi, si kanë lo me flajt poshtë. U konë vllavi Bek Tërnavcit, dhonë Rio në Ahmed Gucati, edhe Rifat Jashari. Qatë zullëm si kanë pas për tyne, as buken si njeri se kanë hangër. E ka shku Kulshedra për këtë ujtë, e tret i ka qu në spital, për zdek t'i ka lo, tret, edhe i ka hjek për jetë ujtë. E ky vend, baba jam, me 2 migjallarët e mi, me 6 orë kanë liftu me shije qëtu, 2 herë, në qëto troje, qëto. Këtë troje janë, qysh me thonë, me gjak mbrojtne. Sa shkave ka hangën në badin këto, si kanë armi marrë të toka, në flanë kërys kemë. Po kërkosh për neve, kur njëtë se ka përmen. Edhe na i kemë mashkit, s'po du me thonë dishka, po të ndrenit, na i kemë mashkit shumë të mirë, na nuk merro me pasunit huj. Na nuk kemë zonë 1 gram tokë diku në Kosovë, po krejt pasunin e kemë me njërës. Halal e kemë 100%, qëra gjamia që poshtë. Me djallagje e kom dërtu, bashkë. Pejt të melin minare, gjamin atje. Shabaja sharit atje gjamin, krejt e kom rregullu mrena. Thojnë nuk ka mirë me përmen. Në la ush, ja kom dhonë 11.000 euro për gjami. Qëtu për dek nanës e të motrës. Këtu e më parët maja. Po Allahi, është vesh të mashtu pasunin. Ajo që e thema herët, 1/10. 1/10, 100%. Tash, hoxhallar thujnë ka njerë, ja nuk ka mirë me përmen, po nuk ka mirë se dikuna ja ka ona, dikuna si ja ka ona. Adin? Po njeri dohet me mësu gjithë konin me dhonë me dorë të vete. Unë për veti jam, ku ka për shemë 10 pasunik që kem të në Skënderajt, unë jam i pari për shemë si që 1.000 euro, 2.000, mi a dhonë nej njerit varfën si ka nevoj me bo nej biznis, mi a dhonë për shemë dhe ja pare 10.000 euro për një vetë. Po jo mi a dhonë pare me interes. Po mi a që jelë një lokal në Skënderaj, mi a një mu, aj me punu, ku ti fito paret aj, ja u këthen gjino paret e veta, edhe 1.000 euro, ku të fiton aj, mi a dhonë qetrit njeri, me qeli edhe një biznes qeter. Me vazhdu se mi dhonë, unë ja fali, po ato paret dhe ti vazhdojnë, dhe ti adhojnë dikuna, se ma mire me shti dikonin me punu, se sa mi ja fali. Sa e me të falin ato t'i pele për mas, e ku t'i një mëjshti, me rëzëtëri, qëllë një lokal, po në për veti, ku të fitësh, theja që tërkujna, një mëjti që tërkujna. A dinë se me vazhdu, se njeri ka nevoj pindime. A Halil Kastratit, vetëm djali migjës Muhameti, s'po thëmë kur gjoveq, ka dhonë masat pa me të pare. Si ka një mu fukarave, ka maru shpija, ka maru tana. E na si familjar, jem bukdhënës. Nuk besojnë komunë Drenitës, kush si ja pasuni ma shumë se na, se familja jonë. Na i kem doktora, i kem polet në Londër, i kem djalin e migjës, aeroplanin e Maravet, i Meribishi. E ka Vodafonin, e ka të vetin me 28 punëtor. Unë e di se këtu në për rrjeta po në shajnë. A dinë se puna e shtyne së në qdo ditë më thjerin po shaj njëre, po mu nuk më vje mërzi marullah. Se kom bane këta. Është tjerë se jo të këtë fundë. Qëra e rukulli, qa ka bo atje. A jaroni kur ja ka nis me 2 punëtor, 3. Po sot jaroni ka 1.000 punëtor. E pësone me shku mi tha atina pse ke bote, jo mërë ati lu në pushka. Njeri si qohet me nxes, e punën, na do të me përkra. Dhe jo me këshyrë me mytë njerin si punën. O zhuna. Një adhon njeri drejtat e veta, vla. Një adhon hakun. Hakun e vla.
Erzoja shtëpis. Kështu të rrota, për me... Jo, këtë vend e kom ndërtu për nanën e po shpjeti Rahmet. E po si nana o pat lull, edhe thash, mos e bov zoti më vdek nana, e aja të njëtën ka pënu për këtë vend, edhe unë mi aprit njerëzit në shatar, thash nuk ja vlen. Edhe në këtë vend, 78.000 euro, kam investu që këtë dru është mbi 70 vjetë, dikun 60 vjetë. Ky ka qenë ai restorani i Ibrit, si ka qenë Mitrovic për i druve, si ka qenë, e kam ble këta edhe kom rregullu që të vend krejt komplet vetëm për pamjen e nanës. Për mi përcjell gjinën, si mos me thonë, s'pas kalon djem, as pas kalon kur gjo. Këtu në mëngjes menusen e pim kafen mëngjes. Këtu po duken të punu me interesant. Po, është pe drunit i prodhun. I kem. Janë dikun edhe 8 copa si vinë si i kom porosit. Po. Pasë kë ke marakli gjonave vjetra, po shihet se... Po, jam marakli, i kam 6 arme me leje, kam snajperkën më të mirën Turkis, si e ka prodhu, si vret dhe në 2000 metra. Jam kogja i mirë me ta. Këto i kom ble në Gjermani, Minhen i kom ble, i kom pru. Ajo është pushka e vjetër e Algeris, kur kanë liftu Algeriant me Francez. Me Francez. Lufte jashtëzakonshme. Po, këto janë armët amerikane. Kjo është një pjesë e pleshëve tonë. Pleshë tonë kur kanë qenë përpara. E familjes, apo? Po. Do me thonë babadem. Tani kanë shit, tani kom gjetë të njoni në klin begit, e kom bleja pet. Këto sigurisht janë kretë veç pjesë muzeale? Po, janë, nuk janë të përdorshme. Janë të lajmëruar në polici. I kom lajmëruar në polici në Skënderaj të Mohameti, që ka qenë komandiri, i kom lajmëruar, ka ardhur i ka çu gjinën, s'ka diçka me ta s'munësh, me tha me lëndu kërkanin, s'janë sene si më bën diçka keq. Janë bllokune. Qëtu e kem një bunker si kem investu kogja shumë. A, këtë që e përmendëm për jashtë? Po, kjo është një sen, tash kanë më montuar dhe dyrë blindume, një për Skënder Huli i Skënderajt e Plozhinës, e ka marrë masën me gjitë dyrt, po nuk i kanë gjitë henez, dhe për kanë lepit shumë të qunat, edhe i zëm një dritë që tu. Nusa kem në baterie nusa. Apo e mani shtot, dhe të vjen kamermane. Kërë, ka dikun 1,20 m e ka murin trash. E ka. Qërë edhe këto muni me pa murin vetë edhe atje vetë. Të ke pjesa anë nësë shpisë, është edhe muri tjetër atë anë është i veshën. Po, vazhdojnë mrena. Këto kemë për shemëll, qëre, mollat kur i kena nuk, mujnë e nanë si kena nuk mollat, qëre henez nuk e në prish. Dhe me thonë, se e mon temperaturën e klimes, që për shemëll atje kam banjo, WC, mëse bavë zoti, për nëse rasish mullë njeri me përdorë. E ka tane, këne e ka dikun 20 cm e ka ploqën trash. Që tha është të fortifikume edhe me heker? Po, edhe me heker, i ka 4 kësa laga heker, i ka 4 maqë. I ka të bane, i ka... Fantazi. Që kem bo... Për luft ka i sigur? Po mirë se vinë. Edhe orën të atje në bolë dhe... Nashta i shala nuk dhojnë ata raketa 5 milion me myti njeri. Si avlen. Po thu që pa 5 milion nuk mujnë... Jo, vallaj, për mi aqit në rështo, veç do të me kam kogja i fortaj me bo. Sa kohë ju keni kalu komplet në gurbet? Une dikun i kam 23 vjetë. Dhe me thonë 85-ës kam dalë në gurbet.
Do me thonë, bi 23 vite, unë si kom punu rrektari i Evropës. Me munimin do me thonë, apo do në gurë, apo do në beton, apo do në tana. Ka me vite si kom punu në gojë për Zotën. Në atë kohë nuk ishëm letra, po në ishëm salata dimën e verë, minus 13 gradë, 14 gradë. Të punu në nëjsë, si kom punu, si kam hjekë. Shumica e njerëzve i shoh si flasin pa lidhje, e tana se kërkush nuk ta jep falë. Po kam punu ditë e natë, pasha Allahin, se mu i Ramazanin, si jem njeri smutje me diabet, edhe mu i Ramazanin, kur se prishi. Kur visha në shpepi pune, u met ke buka në dhëmë, si u marrë ke gjumin krevet të punu. Ka bava ki, ka 24 orë, kena punu në shi, në dimën të lidhë hekër, për me majtë, me se friku njeri me pas për 9 vetë, për vllahën e vetë, për motra si kum pas, se s'kom leju kur njët si me dalë familja jem, me ashtre dorën dikujna. Se kum punu. E tash, çdo njeri si është, do të me këshyrë me punu, me safiku për prindë e vetë. Po të shoh që prind po i përmend shumë shpesh, po besoj që ka ndiku shumë koha kur e ke kalu larg tyne. Jo, prindun i kum pas gjithmonë, do me thonë si ku koleta në gjep si e ka njeri. Se qatë lekë si e kum pas në koletë mrena, unë ja kum dërgu nanës teme. Se aja ka qenë e zoja shpisë. Aja ka qenë. Se unë për veti, ku dalë habuk. Po njeri do të me ditë si e ka nanën, e i ka prind. E jo mi ka prind dhe mi quna për doma, mi quna për anena. Që ato mërë Allah, ku ti është me nanën, vëdet në qatë ven me ta. So në pisha shumë në para jetës sociale, si ankohen prind për thmive, si nuk i këshyrin thmin. Por e mërë më tho mërë burra, po që ku e kam grunën, që ku e kam shoqen, po pasha Allahin, ma shumë me ka këshyrë kja nanën tem, se mu. Zonja, a ke pritu me ardhë nuse në Drenicë dhe qysh ndihesh tash si nuse e Drenicës? Jo, s'kam pritu me ardhë nuse në Drenicë, se Drenicë në Tropoj njejt janë. Më duket pak më të mirë jena në Tropojës, po... Prej një vendit trimave ke ardhë prapë në një vend ku ko trima shumë? Ko trima, po njejt vallaj. Se unë jam mese Haxhi Zeki Berë, që ai ka luftu e ka dhanë jetën për Kosovën. Kryetari i lidhjes Prizrenit ka qenë qofsi e dini. Që ka dhe atë përmendore në qendër të Pejës. Në fillim, me të vërtet, thoshin shumë fjalë për njerëzit e Kosovës. Po, njeriu zgjedh njeriun e nuk i zgjedh këtë Kosovën. Kështu që mirë është, nuk është keq. Po sot ka ndryshu përshtypja për Kosovën prej kur i ke njoft prej afër tani kosovar. Në kosovarët përgjithësi mirë janë, nuk janë keq. Të mirë janë përgjithësi. Gjithun ka pyll pa dera s'ka, edhe në Shqipëri ka të mirë, ka të qi, edhe këtu ka të mirë, ka të qi. Kështu që... O prapë ke zgjedh njërin, në të gjithë të edhe vesh, e di që nuk e dojnë në gurbet prej qefit edhe ke dojnë prej hallet, prej situatës keqe e cila u ka në Kosovë në atë kohë. Po tash që e këthy, qysh po e shes situatën në Kosovë? Unë e pesho për qefi nuk ka njeri si largohet për shpis vetë për qefi. Po vetëm për zori. Sa hjeken e bojnë Kosovarë në për rrugë të Evropës. Une, kur ju martu me shoqën tem para 12 vjetë. Unë i kom pas lokalet e mija, i kom pas në Düsseldorf. Edhe, kur dilësha në Düsseldorf, në Bramja, dilësha më shëtit se kom pas një jetë jo të keqe. Kom gjetë shqiptarë të flejtë në për korrika.
Unë e kom pas banesën diku 130 metra, 40 e kom pas madhe. Kom jetu vetëm me nuse dhe me djalin e vëcër në patarmat në viti. Edhe kom marrë shqiptar për rrugë pëja 10-15 metra 20. E i kom qunë shpe me flajt. E i kom shti, e i kom pastru. E ja u kom pagu banesat me nejt 2-3, edhe ja u kom pagu biletat më këthy në për shpia. Pasha Allahin. Deri dikurën pa thonë nusja, po më rëpur, tha, po na qëta shumë martum, tha. As më knasht, as po na bjen, tha, ti thash do të tha të pru, tha, ka njeri, tha, të shpia. Do me thonë, qashtu si më kanë zemën e flak të kom pas minimut një shqiptarit. Edhe ata munën, ata nështë ka mundë si e shohen këtë inqizim, edhe munën me tërgu vetë, si i kom majt në për shpe, e nuk i kom lanë në për rrugë. Edhe këtu në Kosovë, për ju të regoj shumë dhe të din, njeriu vetën, as një sen nuk rynë. Ju të keni këtu për shok 4 vetë. Ju kur po nëni tonë të 4. Gjoni diku në 2 shok 3. Si s'keni pare, 1.000 euro, 2.000 euro, unë ja fali. Për Zotën. Vetë ja fali. Ki, ja marrë qune, ja jepi. Bëne, qilë në një lokal në Skenderaj, me perime, me speca, me patligjana, shtinë një punëtor, tonë bashkë bëni paret. Prevënë një mujtë ditë, 2 mujtë ditë, qysh po etë? Nëse etë, qilë një dikuj që tërkuna, apet qilë një për vete. Deri të sa të arretni, t'i bëni 4 lokale 5 ju vetë. Se ma mje se me punu për vete, nuk ka sen mi tukë. Edhe 100% nuk më një me hupë. Këta se biznisi do të me ecë për ta. Se jo valla me thonë veç vjenë se parë këto dhe asty nuk zotin nuk ta qenë. E qatë punë e kumë punu në vetë. Unë e sot në Gjermani, bi 80 vetëve jo kumë bo gërbeqarve letrat. Dikun 60 vetë i kumë marrë për Shqipëria si jo kumë bo letra në Gjermani. Sot ekzistojnë Juli, ka zhaja me vllad vetë Adrianin, për durve të mija ka ndaljen bo shef. Hakinelen e ku marrë për rrugë e ku marrë, me fjetë s'ka pas ku, sa do shef si ja ku boletat me grue, me thmije, me krejt. Po, qërim Rahavecin, e ku pas shakin e arë, bashkë me ta, ja ku më dha shantën edhe, ti mu bo shef si ku një mu. Mu sim ka punu pëntori 2 vjetri, si kom pas, si kom fitu pitina, unë atia kom bo të mëshme më bo shefaj për vete. I kom dhoni, i kom dho mashinën, i kom dho pare, i kom dho kerë, i kom dho tëllna. Kush po duken rinia në Kosovë sot, a janë punëtora ma shumë demela? Për rinia në Kosovë, zhura, na Kosovarët tonë e kem një gjak. Krejt, mare kem. Po qaj njeri, ma mire me punu gjithë ditën, të shpia e vetë, ta mjell një pëmë, sa do delet rënë kafe gjithë ditën e të shetitet. Se pe i bëdi hava nuk vjen kur gjo. Unë e vetë që tash për Zotën qona që në me në gjesë, që ua menu se il shumë kuajt, i kemë të punëtorë si ne këqyrim pullat e kuajt e... I kemë si punojmë, po dhe na si s'dalim vetë s'na knaqët shpirti. Se pa punë s'ka kur gjo. S'dje gachëm kur gjo. Unë për veti s'kam nevoj me punu. As një sen ma. I kam 2 quna, i kam edhe tretin e të studiu. Studian në Gjermani që dikun i ka 30 vjetë është të studiu. Po mu qunat nuk më lojnë me punu. As një unë i së më lojnë. Bada ta mi qojnë. Po edhe mu ku të mi qojnë paret, që ku kam nusën dërzën, nuk lejaj më mi qu mu. Por rogën tem kanë më në dojnë 2 vetë. E dojnë bashkë. 2. Se s'ka, pa punë, nuk ka kur gjo. Faleminderit shumë që Menderë qëfshë. Knaqësim ju njoftë dhe mi vizitojnë. Faleminderit, jeni të mirë sa ardhën, edhe bënu bashkë e punani bashkë. Shtë të mënume. Menderë. Menderë.
Kjo ishte historia e zotri Arif Ibishit. Investime milionëshe në vendlindje, vitet të tëra në mërgim. Gjithçka çka i tregoj është një storje suksesi. Kaq nga ky mërgjimtare nga Klina Epërme. Ne takohemi me mërgjimtaren tjetër në materialin tjetër.